Eliona, a je penduar që ke shprehur për të qimin për Klodin? Atëhere, kjo është një pyetje që edhe ma ka bo edhe Ludo, po është edhe një gjotë që e kumë thonë, jëmë dole edhe në Prime të e thonë në debat me Klodin, që jëmë pishmën me shpirt, për raportin, që realisht kër e këthen kohën masë dhe e qyrtë kalume nuk bënë më pëndu për asë një gjotë, sepse gjdo gjotë që ndodhë për një arsye. Nëse unë nuk e kisha shprej pëlqimin për Klodin, ndaj Klodit, unë nuk isha ku në sinqert në radhë për me vete. Që jo mundu me stërzgjatë edhe me anashkalu fjallën pëlqim, që u mundu në Prime, thësha jo simpati, jo, u mundu do më thonë, me do mos dos me gjithë një fjallë tjetër përveç pëlqim. Jo mundu edhe aty, po e pava mu që thjesht edhe në momentin që e shë vetën në një Prime edhe e shë qysh e ki reagimi për një njëri ose atë vizlojnë sytë për dikon ose diçka, se di valoj. Unë mendoj që nëse nuk e kisha shprej pëlqimin këtu mrena, ishkon shuqnia ju në ashtë i halo shumë e bukur, po tashtë unë nuk mëj me rajt, apo kupton pëlqimi, tashtë e kisha rajt vetën o burra, edhe nuk... Do më thonë, mendoj që është keq me thonë jom pëndu, po edhe e kumë thonë. Po pra se përderi si te pa. Mendoj që është keq mu pëndu, nërmaj që dosane i folë edhe masane i menon edhe situatet këqyr. Do më thonë, realisht, që shë thasht edhe ma herit, nëse e këthejmë kuën mrapa nuk bënë mu pëndu për asë një gjo, se shdo gjo ndodhë për një arsye, po që në momentit që e kumë shprej pëlqimin për Klodin, unë këtu mrena edhe ndaj banurve tjerë, e kumë shfaq një dopsi edhe mu ka përdor mrena në loj, ajo ku normal si lojtarë këtu mrena një penalizim. Asi ndirje, jom një marahat, për shkak që jom shliru edhe pak me vetën, se kur e mon diçka mrena vetës edhe mundohesh mës me qitë, në momentin që e qetë shlirohesh, po që tjertë kanë pas ma shumë për me mësullmu, ose e kanë shfrydzu, u shfrydzu këto.